Get ready with me and Miss Kate Moss here. I think që ky është the coolest get ready with me spot. Fight me on this. Jam hala në zyre, është ora 7:30. E kom pas një ditë tepër pa lidhje. Prej ditëve më pa lidhje që i kom pas që një kohë gjatë. Andeni asaj dite që veç nuk të funksionon kur gjohë dhe të shkojnë sanët mrapsht. Yeah. Që kjo konë dita jam, like that. E kom pas tepër të mirë që të periudhën e fundit edhe sot ke ashtu je knaq ball, të kanë shku sanët mirë, duhet pak me të prish diçka. Pa hi në detaje sepse s'ja vlen. Sot jam konë vetë në zyre, nuk jam konë qikat, dhe meta deri që tash se pak i kryva do punë, pak edhe murreke. Nuk e kom pas as një ditë ashtu që veç kom ardhë me najt vetë. Edhe kështu i prit me marrë do sane treja që i kom përësit. Jo treja në fakt, i kom përësit që sa, po do sane që mu kanë bënu ma shumë. I think që me nesër kompletohen, jo me të hanën, faktikisht kompletohen krejt sanet, edhe të hanën jem të e prit një karik 3 që të me marrë, që kjo kone për kashme. Nesër ishtë dasht me marrë televizione, o sot krejt që të dit kena punu edhe kena kry foto video and stuff, pa muzik, që për mu është vdekje, unë nuk më funksionu pa muzik. Shtu që nga nesër it's gonna be more vibey in here. Kom përësit një iPad, do që si farsane, qëto piktura që merdhen, pidu shumë, se po mdoko që ashtu ma e kanë kompletu që pjesën mrapa. Më ka du mi shtu në fakt edhe do sane tjera, është ta me bleni lamp me lonë që tu, edhe do që si dekore t'vogla, po mungojnë edhe pak do që si sane, po janë ashtu që gjithë del në i sana din. Pse jetu u ly që tash që e ke kry ditën shtrohet pyetja. Jom të u ly sepse du, nështë ta munaj me pi një kafe? Një kafe, një pije. Më ka shku diçka krejt dita nervoz, kështu që tash bilet, unona mi andrejt pak vetës, që ata thash edhe po qona pe bëj që të video. Nuk e pata motivin e botës, po sometimes you have to do stuff, edhe kur nuk bohen mas shumë t'im botë. Nuk e kam ring lightin e vogël që to, po e kom ble një farë drite të lirë, veç këshërën e me qfar drita jam për momentin të e bo qët video. Nejse, s'po du me livrit, po është qajo qatë. Nuk kom bo get ready with me qëto dit. E kom bo qatë videon për Girl Talk. Edhe ju ka pëlqy shumë. Ma të s'kom marrë ashtu feedback ma të mirë për naj video. I'm so happy që ju ka pëlqy. Po du mu munu me nda the Girl Talk content and the get ready with me content. Në video të tilla është ma shumë ashtu veç daily stuff edhe just my thoughts, mendimet e mia intruzive out loud. Ndërsa në Girl Talk ju kom kallëzu qa po duhet. Sane që ju interesojnë juve, advices, life experiences, sane që më pëlqejnë mu, and stuff like that. Nëse që s'kom bo, ma ke video të folë për daily stuff, jam knaq në Itali. E kom postu një vlog, po dyqysh vlogu me voice over, you can't say much. Nuk është që mu nësh ashtu mu shprej tamën, se duhet ma shkurtimisht. I kia është dhe clips ma të shkurta. Jam knaq. O kom prej udhëtimeve që i kom shiju, mas shumë ti nështë ta. Se bia është veç o konë shumë chill. Jo shumë tu munu mi nëzonë 100 sane, 100 rezervime. Po ka një herë njëri ma shumë knaqët qashto. Më ka ndodhë një san tepër i qudetshëm që s'm ka ndodhë kur ma herët. Kom hec jerëm. Tepër interesant po mdokët që kësan. Literalisht jam qu natën, kom dal prej dhomës, guys. O sot, shqyqër që s'kom hup, shqyqër që mu ka kujtu dhoma edhe kom dit mu këthy. Mu nuk është që më kujtohet shumë, ashtu e kam veç një flashback, po më kalzeke banartit nesërmën që u qumë 5 mëngjesit edhe u konë të kërsi dera dhe u konë unë të dera. Tepër frekshëm, I know. Kom një diqysh që si farë situata, po nështë ta që s'm ka ndodhë mu kur, zdi. Kur hina me ledzu në ChatGPT, thejke që një pej arsyeve më konë alkoholi dhe u konë bashkë qatë natë që kena dalë na dytë dhe kena metë deri ka në 3 jashtë, so... Po besoj që ajo konë arsye, ma dhe i kishë edhe kësë arsyetime tjera që më konë genetike ose që whatever, s'më kujtohen sakt.
Po, mus më ka ndodhë ma herët, kështu që ama it was so funny edhe so scary at the same time. Tepër bre mu ka kesh kur më ka lzeket nesër më bën arte. Po qupe i gjumit edhe normal ju ka do kashtu e qëdetshme. One të dera në pikë natës edhe ma ka bo qa u bo mëre edhe një kësha bo jo me kesh dhe isha të edhe jo mështria kom fut shumë me njerë. Me meanwhile me pyjama edhe me flok qara veshta edhe syt kejt zë për fune se as nuk e kom shi make-upin kur jom këthy. Tepër kisha dasht një pa kamerat në për korridore. Më garant jem do pak si e qmendur. Përveç storjes që jam qu jerëm, senet e tjera kanë shku tepër smooth dhe tepër mirë. Kama më ka pëlqy shumë, ka mu rikëthy në kama 100%. Ata s'mujtë me shiu ashtu fully, se diqysh ke s'ke sezona faktikisht. Edhe për shembull do villa që i kisha rujtun ashtu që kam qef mi pa gjithqysh, kanë të mbylluna. Edhe natën kur dollem, une ashtu fully dressed. Me qatë fustanin e koq tepër tu dok ekstra. Meanwhile, rrugët e kamës thatë. Po s'ka lidhje. Unë dok na mirë për vetën tem. Një prej goals të mijat jetësore është me e vizitu çdo vend të Italisë. Ndoshta jo çdo vend, mos e eksagjeroj, po çdo vend të bukur të Italisë. Po krejt Italia është e bukur. Po më kuptoni çfarë do të thonë. I think që sekreti për me tu hek nervoza edhe me të ardhë pak disponimi është thjesht me qu kamerën edhe me anis me fol. Po ndihem pak më mirë now, veç edhe pak highlighter edhe jemi gati, I think. Tepër më pëlqen me bo qët step. Okay, me and Miss Katie jemi gati. Me qëto syza pak jashtë që tash mramje, po si pas mundësive. Bye!